Varfëria dhe sëmundja ka pushtuar shtëpinë e familjes Dedja në qytetin e Burelit, ku e vetmja e ardhur është ndihma ekonomike prej 36.000 lekësh të vjetra në muaj. Këto janë kushtet në të cilat jeton familja Dedja, e përbërë prej 6 antarësh. Mbijetesa nuk është asgjë më shumë se bukë e krip. Vajza që ridergju në shtrat është vetëm 22 vjeç. Mineja është nëna e një foshnje, i cili do të rritet me të më në gjysmë të paralizuar dhe pa baba, pasi ky fundit e braktisi familjen kur Minesi ra tromboz në tru 3 javë pas lindjes, që nga dita që ushtrua në spital, i shoqi nuk u interesua më për fatin e saj. Vajza me fëmijën u transferua tek shtëpia e prindërve në Burrel. A vjen burri të shikon këtu ja? Ja. Në këtë familje askush nuk punon. Lekët e ndihmës ekonomike nuk i sigurojnë familjes bukën e përditshme për 3 vakte, shërben vetëm për të blerë qumshtin për foshnjen, pasi e oma nuk e ushqen dot. Kur ndihmë? Po, gërgëni, për shtetit, shatam në more, për qunit, cekëm që të... Po djali me çfarë ushqehet? A, me qumsht lëpe. E dhash një japën, ja, se një dhash më usmuna. Kam qëfta më gjarin krati, bëjës betë vetë. Si të një smunda, një se një bëj. Edhe pse invalide, Minetaka nuk merr asnjë pension invaliditeti nga shteti. Lekët e ndihmës ekonomike i dalin vetëm për të siguruar pak medikamente. Ka plotësuar vazhdimisht dokumente, por më kot. Pension invalid? Ja. Stajnë në ato dhe leta, nuk e dhja na bëjnë. Me mësë me rasilë... Hala s'kina murje. Vjollca Dedja është ajo që ka në ngarkim të bijën, e vetmja gjë që kërkon është që dikush t'i ndihmoj. Një bebe 3 muajshe nuk mund të jetojë në një ambient që s'mban jashtë as shiun, as të ftohtin e as borën. Vjollca me tonin e një njeriu që kërkon sa mëshirë dhe drejtësi, apelon për ndihmë.